Këtu luhet me fjalë. Nëse ai ndalet se është policë, bile gabim që nuk është ekzekutuar, por të në gjallë. Kupton? Po ai atje e mvesh shërbimin si policë ndaj Serbisë, ndaj armikut të QK-s, ndaj armikut kombit vet. Me një fjali, po ata më kanë ndaluar vetëm se kam qenë antar i LDK-s. Ç'lidhje ka pasur QK-ja me LDK? Ç'lidhje, pse duhet t'i ndalonte? Si interesonte fare LDK-ja u QK-s. Nuk e ka pas as kundërshtare, as partner. LDK-ja në luftën shqiptare të Kosovës ka pas luftëtarë sa të duash që kanë qenë antar të LDK-s. Sepse UÇK-ja s'ka qenë element e përbërës asnjë partie politike. I ka pas gjitha partitë politike brenda vetes. Edhe nga Shqipëria kanë shkuar atje në luftë, djem sa të duash, me pikpamje të Partisë Socialiste, me pikpamje të Partisë Demokratike, Republikane, Zogiste. Në ka interesuar se nga çfarë ngjyre partia ke vit. Ata janë luftarë, janë atëtarë, shkojnë në front. Kështu që dëshmitarët e Hagës bëjnë lojra të tilla, dhe mua më befason për shembull fakti që mora një shembull të policit. Po më befason fakti që shumë dëshmitarë thirren në partitë politike, në vend që thirren në funksionin që kanë pasur në interes të Serbisë, dhe akuzojnë UÇK-n. Dhe këta në Prishtinë nuk thonë, dëgjoni, ne distancohemi nga çdo eksponent i policisë dhe i UDB-s në Kosovë në periudhën e luftës që thirret në emër të LDK-s apo të PDK-s apo të dikujt tjetër. Nuk kupton. Këtë duhet ta kishin bërë partitë politike, se kanë bërë, s'duan ta bëjnë, ju vjen ëmbël, është diçka tjetër, nuk e di pse vjen ëmbël. Tek raporti i Thaçit me familjen Geci, ju bën përshtypje çudi diçka? Dëgjoj. Thaçi s'ka asnjë lloj problemi me familjen Geci as me kërkën, sepse ata Gec njerë janë vetë, brenda vetes janë të përqartë, cop. Kështu që s'ka asnjë lloj lidhje. Se një nga dëshmitet për komunikatën 59. Po ja, mas lidhje ka me komunikatën 59. Komunikata 59 është një komunikat që unë nuk e di se më marr kurrë me ta, por që një komunikat, sepse atje është vrarë pabesisht një komandant brigade në zonën e Drenicës, i cili ka qenë shumë i zoti. Po njëkohësisht ka qenë edhe dhëndër i familjes Gece. Domethënë, nusja e tij është kushërir me këta Gecët, ose motra e Sabit Gecit dhe kushërir këtyre Gecëve të tjerë që janë ata i familje. Kështu që s'ka, këta kanë vrarë atë Sandokanin, dhe këtu ka lindur konflikti pastaj, sepse realisht të deklarojnë që se kemi vrarë, po për të thonë, për të vërtetuar atëherë që vërtetuar që është vrarë. Tani del jo, nuk e kemi vrarë, ne jo, i ka pushuar zemra, se dim se që i ka pushuar zemra, por problemi është s'më intereson, se marr kurrë me këtë çështje, as nuk më intereson të merrem, por askush nga udhëheqësit e luftës nuk ka lidhje me këtë problem. S'është normal problem, edhe sot e kësaj dite ai dëshmori është Sandokani, është i vrarë, dhe këta jetojnë normalisht, s'u ka thënë kush në problem, s'u ka nxjerrë kush në problem, përveç se ajo kushëria e tyre është grua dhe i ka rritë fëmijët me zor, edhe kaq, s'ka në gjë për të diskutuar. Kam një pyetje të fundit për Shqipërinë aktuale, për gjendjen, për armatimet, ku jemi me mbrojtjen ushtarake, sepse me të që po vjen vërdall luftën nga të katërta anët, nga jugu, nga veriu, nga të mbrojtemi më përpara. Si është gjendja e tanishme? Ju si do ta vlerësoni, si në kapacitetet njerëzore, por edhe armatimet? Shiko, në radhë parë njëherë,
Unë jam oficer dhe kam qenë komandant lufte. Komandant e luftës nuk paratuten kollaj. Nuk të rëmben le. Se kanë provu. Për mua nuk ka luftë, mos u bëni merak, është larg luftë. Mos u tremni shumë. Nuk është lehtë të fillohet lufta sot. Të gjithë ata që lejnë në zinxhir. Po bëhet një luftë atje më shumë lojë se sa luftë midis Rusisë dhe Ukrainës. Është një lojë që kur zihen dy vëllezër njëri me tjetrin në kufit e baqës. Le ta zgjidhin vetë, ata e kanë problemin të vogël. Pra në Ballkan këtu Kosovës nuk i ka noset në rrezik tjetër që mund të... Ja, nuk mendoj se guxon kush. Sidomos sa të jetë NATO brenda, nuk mendoj se mund guxoj. Tani unë nuk them që nëse do filloj një luftë botërore ne do ngelemi të përjashtuar, nuk ngelemi të përjashtuar. Po do mbi keq që të ndodhi kjo, se po të ndodhte kjo lufta botërore, pastaj do të vërtetojë ajo pikpamja e kohës së Enverhoqës që thoshte do luftojmë të gjithë gratë, edhe kundër lindjes edhe kundër perëndimit. Atëherë do vërtetohet në praktikë që ai kishte pas të drejtë. I ka bërë buj dhe deklarata juaj që keni vlerësuar si shtetar. Po mirë, ajo është diçka tjetër. Realisht ajo është stetari më i madh i gjitha kohërave për shqiptarët. Nuk ka arritur kush as vështirë të arrijë kush për të bërë ato që bën ai. Megjithëse më pëlqen ky Edi Rama, po bën disa punë të mira. Ku ju pëlqen konkretisht, tek çfarë punësh me që u futën këtu, tek sektori i ushtrisë, i mbrojtjes? Jo, nuk më pëlqen te sektori i ushtrisë, as te sektorët këtu. Po në përgjithësi në pikpamje strategjike po e zhvillon Shqipërinë. Ai është kapur pas elementeve strategjik, nuk merret me këto elementet nivelit nën strategjinë e përgjithshme. Dhe dyta, ai po bën një figurë shumë dominante në arenën ndërkombëtare. Po me vëllezërit jemi mirë. Me vëllezërit nuk jemi mirë, me Kurtin sikur... Shiko, të lutem. Dëgjoj, unë flas tani. Ai po bën një figurë shumë dominante në arenën ndërkombëtare dhe kjo i arrit autoritetin edhe Shqipërisë. Në Shqipëri thash po merret me probleme strategjike dhe ata po i zhvillon në mënyrën e duhur. Ka, sa të duash, probleme, sidomos problemi kryesor i tij është me korrupsionin, që unë mendoj se ai po lufton me të madhe, po nuk shkul dot. Pastaj problemi i varfërisë, që nuk po di, s'po nxjerr dot popullin nga varfëria. Këto për mua janë dy probleme kyçe të paralizuara për Edi Ramës, por që nuk është diktator, po të ishte diktator do të kishte zgjidhur brenda 24 orë. Po të ishte vërtet Enver, do të kishte zgjidhur brenda 24 orë, vish shumë kollaje, se ai nuk i shkarkonte nga detyra, i vinte në militar ata që hynin në ligj e grabisnin pasurinë e popullit. Prandaj figura tij më duket e mirë. Sa i përket kësaj marrëdhënie me Kurtin, nuk ka ndonjë konflikt me Kurtin. Marrëdhëniet Kosovë-Shqipëri janë marrëdhënie, dua të them, jo ndërshtetërore, se mbien gjunat të them ndërshtetërore, kur unë kam qenë luftëtar për shlirimin e Kosovës, e them sot ndërshtetërore më vjen keq, ashtu sikur se unë jam edhe shtetas i Kosovës edhe shtetas i Shqipërisë, kështu që duket interesant me më thonë je nga Kosova apo je nga Shqipëria. Prandaj do desha që mos trajtohet me cinizëm kjo çështje e këtyre marrëdhënieve. Ata njerëz janë edhe ata, secili sheh problemet e veta. Ama vënia e etiketave njëherë Ramës, njëherë Kurtit, bëçe, më duket se janë më shumë
abuzime mediatike se sa qëndrime të vetë atyre të dyve njëri me tjetër. Ata juve keni ra në atë nivel sa i shikoni nga i drejtoj syt kur i dha dorën, si e pati qëndrimin nga majti dorën e majt kur i dha dorën e djathtë, a ngriti kokën lart apo uli kokën poshtë. Merrni me kaq gjëra idiotlloqe sa që nga një herë nuk kam qef mi pa fare emisionet tuaja, me thënë drejt. Më duken neveritshme, më duken të ulta, më duken tamam si që të them disa njerëz të ultë që duan të gjejnë arsye për ta ngritur atë këndin e shikimit të spektatorëve në atë shfaqjen që po jepni ju vetë. Apo më kupton? Falë që po bisedoj me ty, pra ne po drejton në këtë mënyrë, se nuk e di cili është aktiviteti yt dhe nuk dua të paragjykoj. Por mos harroni një gjë. Po të riktheheni viteve 97, 98, pesa edhe pranverën 99-ës. E dini që më spaku nga shtypi dhe nga mediat botërore për luftën në Kosovë ka folur shtypi i Tiranës dhe mediat Tiranës. Më spaku. Kur perëndimi ishin çdo ditë gazetat deke, New York Timesi, plot me shkrime për Kosovën, për luftën, për ushtrisë kombëtare. Në Shqipëri jepej në fragment kështu në informacion, në njoftim, në gjë, kryesisht për gjëra nivelit ulët. 80 shqiptar u futën në një shteg në kufirin me Shqipërinë, 120 ishin atje, kështu ishin. Në budalliqe të tilla është marrë media shqiptare edhe në kohën e luftës. Pa folur që ka bërë edhe veprime të tilla që një kompani tankesh e divizionit të Kukësit se nga u përvodha ndej dhe u fut dhe dolin morin në mënyrë që të mos e shohë kush. Ne i bënim gjithë për mos ta shifte kërkush, nesër ne jepte gazeta në Tiranë. Më kupton se kishte ardhur një gazetar, një qenë Birçeni atje, që ishte spion i serbe. Jo spion në kuptimin e vërtet të fjalës, po spion duke bërë punën praktike, sepse ai në vend që të na ruante ne, atë konspironte në sytë e armikut. A merrem vesh. Po këto e me qindra. Prandaj mediat i acarojnë gjërat, edhe këto marrëdhëniet që isha në bisedë mes Ramës e Kurtit, janë më shumë opinione të gazetarëve se sa realisht veprimet atyre dyve njëri me tjetër. Nuk a bëjnë gabime ata, njerëzja, absolutisht po. Nuk i laj ata me ujë gjeneti, unë që të këta janë lam. Edhe ata njerëzja, ata gabime po. Unë edhe i respektoj, edhe i kritikoj, edhe jam dakord me ta, edhe që jam dakord me ta. Kështu është kjo punë. Zoti general, unë të falenderoj shumë për bisedën, të jam shumë mirënjohës për gjithçka që rrëfyhet në këtë bisedë, edhe për kohën, edhe të falenderoj shumë.